Tani është momenti të ndryshojmë pak vibe. Është momenti të kemi një bukuri dhe një vajzë super shumë të bukur dhe me sy kaq të bukur sa të Loridës. Kemi në studio Lorida Dane. Lorida, mirë se erdha. Faleminderit juve për ftesën. Je një fytyrë e njohur për publikun, duke marrë pjesë në emisione të ndryshme, por së fundmi je futur botës së influenceres. Po tani duhet të përdor pak kjo pjesa e imazhit për të bërë ca lek. Se nuk është çdo gjë për qef, e bëjmë edhe për pjesë puna. Tani sot duam të njohim Loridën e vërtet, jo nga ajo çfarë kemi parë në ekrana. Okej, hajde flasim, unë dua të jem pak e lirshme sot. Patjetër. Po flas me një vajzë, nuk ka kamera, dhe dua që mos të kem emocione siç kam pasur në emisionet që kam qenë. Atëherë si është dita jote? Zgjohesh në mëngjes. Po thua tani mbas 4 vitesh që unë nuk jam më në përputhje dhe në televizion. Sigurisht që jeta ime është më e qetë. Ka gjëra akoma më të bukura sepse atëherë kam pas një periudhë goxha stresuese. Tani kam nisur punën, po jam marrë me veten. Edhe dita ime është shumë e bukur, domethënë nuk ka më drama. Është goxha e qetë. Ti ke qenë në përputhjen. Po. Si ka qenë për ty ajo rrugtim? Kur kam nisur unë përputhjen, kam qenë në një fazë shumë të keqe të jetës time. Kam qenë nën peshë, edhe kam kaluar një fazë, nuk di si ta them, kur njeriu merr një down, një ulje shumë të keqe të jetës, ajo ka qenë pjesa më e keqe, domethënë, në jetës time. Dhe kur u futa në përputhje, jam futur kot. Shoqet e mia më shtyn që unë të futesha, edhe që nga ai moment e mbrapa, unë vetëm isha up. Domethënë, kalova pjesën e ankthit, të stresit, të mos shkuarit të gjërave mirë, domethënë çdo gjë për mua ishte beter, si nga jeta personale, si nga jeta shëndetësore, nga mendova që më dukej sikur më kishte ndjekur një fat i keq, domethënë, dhe nuk e dija ma solli përputhen fatin e mirë. Por mund të them që nga përputhjen e mbrapa pata goxha një rrugtim të mirë edhe ngritje. Përputhjen të pas ka shërbyer për mirë. Po. Po një gjë të keqe, çfarë një eksperiencë të keqe nga përputhjen, çfarë ke marrë në një gjë të keqe nga ai format? Të them të drejtën, gjë të keqe kisha thjesht ato, më kujtojnë vetëm fazat që unë qaja shumë. Qaja të mërësisht shumë. Edhe kur e shikoja vetëm transmetim, thoja, o Lor, po pse qanë? Po e kisha thjesht nga që unë, po akoma nuk isha shëruar, si thonë, isha akoma me trauma dhe në emision prekesha shumë shpejt për shkak se unë kisha trauma. Çfarë trauma shke pas? Po këto që sa po përmenda, domethënë nuk punoja shumë, isha bërë si robot. Njerëzit që jetonin rreth meje e dinin se sa unë punoja. Edhe nuk kisha asnjë gjë të bukur, shëndeti domethënë imi isha aq shumë nën peshë sa nuk kisha më, si thon, nuk kisha më besim tek vetja. Edhe këti isha, po të shikosh fytyrën time se si kam qenë do më kuptosh çfarë po them. Përputhjen është një program për vajza dhe çuna që njihen dhe dashurohen. Po. Ti e gjete dashurinë në përputhjen? Dashurinë nuk e gjeta. Fiksimin apo ndonjë peng? Jo, fare. Nuk as lloj fiksimi, as lloj pengu, vetëm ajo gjë që gjeta unë nga përputhjen është një shoqe e ngushtë që unë jetoj këtu e 4 vjet me atë në shtëpi. E cila është? Kamila Stafa. Kam një marrëdhënie shumë të mirë me atë, edhe ma ka sjell Zoti në një moment që ndoshta më ka dashur shumë. Ndoshta edhe unë ju kam dashur asaj. Edhe kam 4 vite që jetoj me atë dhe jemi shkojmë shumë mirë. E besoje që në një program të tillë mund të kesh një shoqëri? Po, nuk e besoja se mund të gjehej një shoqëri, domethënë e sinqert. Po ja që ndodh, në atë emision nuk mund të gjesh, më falni, nuk mund të gjesh vetëm dashurinë mashkullore, po të gjesh edhe gjininë e njëjtë. Gjithmonë si shoqe, se mos kesh kuptuar. Si shoqe, po jo kesh kuptim ju lutem. Atëherë përputhjen të ka mësuar, të ka bërë më të fortë dhe të ka dhënë shumë benefite të mira. Unë dua të di paragjykimet si i ke përballuar, se paragjykime kemi kudo. Paragjykime kam pasur shumë. Kam pasur edhe nga familja, një nga pjesëtarët e mi të familjes që nuk dua ta përmend,
këtu, nuk flas këtu deri 4 vjet, domethënë, që nga përputhen. Po një ditë do flas me të. Do shkoj vetë të flas e t'i them që nuk kam bërë asnjë gjë të gabuar dhe njerëzit që e dinë që si kam qenë unë atje e dinë që unë nuk kam bërë asnjë gjë të gabuar në atë emision. Parajgjykime kam pasur dhe nga meshkuj, për shembull, mbas u futa në atë emision, meshkuj trembeshin nga mua. Mendoj që mund ta ketë çdo njeri që merret me televizionin këtë gjë, jo vetëm unë. Edhe nëse dikush të fliste, vinte të fliste vetëm për të mbushur atë egon e vet që unë i fola kësaj, kupton? Jo se po i flas kësaj se dua ta njoh si njeri, po i fola kësaj edhe e kishte për krenari edhe i tregonin njerëzve dhe mua kjo më stepi. Edhe unë 2 vjet mbas përputhjes unë kam qëndruar single, pa asnjë date, pa kërkuar të njoh një mashkull, kupton? Edhe them drejtën kam qenë shumë e qetë. Je më e qetë në fakt kur je në këtë pauzë. Duket sikur merresh më shumë, i dhuron më shumë dashuri vetë, sikur merresh më shumë me veten. Jam marrë me disa angazhime në televizion, po kanë qenë shumë të vogla. Televizioni të jep shumë adrenalin. A je aft ti që ta përballosh atë adrenalin që ta jep televizioni, kupton? Edhe ta bësh barazpesh me jetën tënde personale. Ku e mendon veten tani? Si e mendon? Tani apo tani në këto momente që po flasim, edhe për më vonë, për në vijim. Duke qenë se ke marrë një pauzë të gjatë nga televizioni, nga bota e ekranit, nga mediat. Të them të drejtën, e mendoj veten. Shka, unë kërkoj shumë nga vetja. Unë i kërkoj të dyja gjërat. Dua edhe një jetë stabil, me familje të mirë, domethënë, po dua edhe jetën e ekranit. Më pëlqen shumë të bëj dhe foto, të merrem me Instagramin. Jo se nuk po e bëj këtë gjë, po e bëj, por do doja që të kisha një barazpesh të dyja këtyre, kupton? Edhe një mashkull që të më supportoj. Për meshkuj do flasim pastaj, për më që the, për fotot e Instagramit, më pëlqen të merrem Instagram. Njerëzit të shohin nga Instagrami edhe thonë kjo vetëm bën foto. Është shumë e vërtetë kjo. Njerëzit në përgjithësi, flas për veten time, kur më shohin ose çfarë kam dëgjuar, thonë që kjo s'punon, kjo vetëm rrin, bën një super jetë ose nuk e di, mendojnë gjëra të këqija, ndoshta që mendojnë për një vajzë që shohin që po bën një jetë të mirë. Unë punoj. Çfarë punon? Unë kam tentuar, unë merrem me dekore, ditëlindjesh, eventet. Edhe puna që bëj është goxha e lodhshme. Nuk mund të bëj dot videove të stime duke ngritur hekurat gjatë kohës që unë bëj dekore, të kupton? Nuk kam kohë. Edhe njerëzit nuk mund ta shohin këtë pjesë time, domethënë. Madje kur njerëzit kur më shikonin që unë lodhesha kaq shumë, më thonin e shkreta vajzë, ose luma ish dhe e marri. Jo për të vlerësuar veten, por realisht kështu dukem, po. A mendon se rrjetet sociale janë thjesht fasad? Disa herë kam bërë këtë bisedë me veten time, sepse kam parë shumë tema që fliten për këtë, dhe disa dalin thonë që është komplet fasad, disa thonë që jo. Unë personalisht nxjerr momente nga jeta ime sigurisht që janë të bukura. Nuk mund të nxjerr momentet që unë jam duke qarë apo momente të dobta të vetes time, për disa arsye. Sepse nuk dua të mërzis familjarët e mi, sigurisht. Po edhe nuk duaj që t'i plotësoj egon disa njerëzve që ma duan të keqen dhe të më shohin keq. Kështu që jeta Instagramit nuk është fasad, është një pjesë reale, se ti nuk po hedh diçka fake, domethënë ti në momentin që po bën foto në një vend luksoz, të bukur, të shtrenjtë, sigurisht që je aty dhe po e shijon. Pak tek vendet luksoze, tek veshjet luksoza. Po. Këto a janë fasad? Po janë, këto janë. Përderisa në Tiranë, në Shqipëri, shitet një Gucci fake, një Chanel fake, edhe blihen shumë lirë, patjetër që janë fasad. Të pëlqen ty kjo lloj fasade? Të them të drejtën, nuk më pëlqen, do të doja që të ndalohej kjo gjë. Që ai që e blen, domethënë ta shijoj realisht atë gjën këto, sepse ka shpenzuar goxha para për ta bler, edhe jo t'ja shofi dikujt që e ka bler lirë edhe thot, po pse e bleva unë vëlla këtë gjë, këto nuk kam i shpifet origjinalja. Nuk kam, i shpifet origjinalja. Unë zakonisht nuk vesh veshje imitime.
Mundohem të vishim sa më thjesht. Në momentin që unë e kam një gjë origjinale e veshim. Po më shikon çka kam veshur në këtë moment. Po të shikoj. Jam shenjë. Është shenjë, është që me thjesht. Ndoshta mund të shpenzoj pak të ora tek aksesorët. Po të aksesorët ose te çantat. Kanë më shumë vlerë të shpenzosh tek aksesorët se sa tek mendoj. Se rrobat në femrat nuk i bie ne duam bankën e botës edhe nuk na del të shpenzojmë për rroba. Tani kam 2 shprehje të tuat. E nisim nga e para. Çfarë shprehjesh? I bëj thirrje çunave të Londrës të vinë se më kalon vetëm. Tani kjo ishte thjesht një batut apo e mendon vërtet? Këtë shprehje që e kam thënë në emision ka qenë funny. Edhe në emision po flitej për një kauzë për djemt dhe të rinj që kanë shkuar në Londër. Specifikisht ka qenë kjo tema. Edhe unë i bëra këtë thirrje për shkak se po flitet edhe që gocat kanë ngelur pa martuar, edhe unë e bëra në mënyrë funny. Po kjo mori rrugët në rrjetet sociale dhe u bë goxha. Me që e ke thënë në mënyrë funny, të pëlqejnë çunat e Londrës? Nuk e di si janë. Nuk ke pasur ndonjëherë eksperiencë? Jo, asnjëherë nuk kam pasur eksperiencë me djalë nga Londra, nuk kam njohur kurrë djalë nga Londra. Kjo është më e bukura. Shpreja tjetër që të kanë kryqëzuar shumë. Po e di, mos e thuaj. Më mirë qajnë lamba se sa qajnë kamion. Po kjo është një këngë, okej, dëgjoj. Është këngë. Tu çuditem. Po nuk është thënë në asnjë vend që kjo është tekst këngë. Këtë e ka kënduar Tajna në tekstin e saj të muzikës. Edhe mua më kujtua, këtu kam qenë duke u tallë me Ervin Kurtin, po bëja një shaka domethënë në trotuar. Edhe i them që Ervin i tha që Ervin nuk e di çfarë po fliste për çartë dhe i tha më kujtoa kënga e Tajnës që bazohej në temën që ne po flisnim për materializmin. Edhe i them këtë shprehjen. Po mund të çuditem pse Tajna nuk është kryqëzuar që këtë fjali e ka futur në tekst të këngës, po kryqëzova unë që e thash në një emision. Kupton? Ku është më mirë të qash në lamba apo në kamion? Më mirë është mos qash fare. Më mirë është mos qash. Më mirë është mos të qash fare. Nëse nuk në herë të qash. Nëse do isha super e lumtur dhe do isha në kamion, nuk do më interesonte fare pjesa e lambës. Nëse se edhe kamioni kushton. Kushtonte. Goxha, unë domethënë mbasi thash këto u mora shumë informacion për kamion. Je fantastike. A je bërë pishmanie penduar për këto fjalë që ke thënë? Se në fund ditës nuk e bërë asnjë gabim, nuk e ofenduar askënd, po nuk e di pse në Shqipëri vijnë këto paragjykime nga hiçi. Tani, çdo njeri mund të thotë një lapsus edhe pa të keq, por ajo pastaj del edhe vret shumë njerëz të tjerë. Mua më kanë mërzitur shumë njerëzit që kanë marrë këtë videon time dhe më kanë bërë si materialistën e madhe që ekziston, si një vajzë shumë të keqe, kupton? Edhe unë këtu jam vrarë, se unë realisht nuk jam ashtu. Nëse mua mund të më thonin që Lor shifti kë që ka lek, unë thosha jo, dua dikë që më do. Dua të gjej dikë që më do. Dhe më vret kur njerëzit më gjykojnë si dikush që s'jam. Jam penduar sepse mund të kem mërzitur ata që kishin një profesionat me kamiona, vetëm për këtë. Si gjë tjetër, se unë vetë di se ç'a dua, kështu që. Ç'a do ti? Dashurinë pra. Dashurinë e ke gjetur? Nuk e di. Nuk e di. E lëm pikpyetje këtë. Pikpyetja. Okej. Atëherë, unë doja të di pas këtyre shprehjeve që ti ke thënë. Si janë afruar çunat me lambë, s'ka nik fare. Si ishte marrëdhënia jote me djem? Këto në fakt këto të Londrës kanë qenë një çik më kështu. Domethënë kur dilja më vinte ndonjëri dhe më thoshte e shiko unë jam nga Londra. Ndërkohë që ti s'e kisha haberin fare për të larguar, po nuk më dukej pak pa sens, kupton, nuk ndihesha realisht mirë edhe për të larguar i thash vetë se kam gjetë londindezin tim. Kishte një rend, kishte një gënjeshtër, thjesht për të shmangur bisedën, po. Le të ndalojmë pak tek jeta e natës. Duke qenë se ti je pak më parë the që punon, një vajzë punëtore. E frekuenton jetën e natës? Jam dhe influencer. Që do të thot jam e detyruar që ta frekuentoj jetën e natës. Edhe ishte një periudhë që unë po dilja shumë, goxha fort edhe
më thoni njerëzit që çfarë po bën o goc, mbaj pak frenat, po del shumë, sepse detyrimisht kur ti je influencer duhet ta postosh vendin ku po del. Edhe nuk I shmangesh dot njerëzve që e shohin se ti po del shpesh edhe ata nuk e dinin fare që unë po paguhesha për të dalurat e mia. Dhe jam gjykuar goxha, po njerëzit që më njohin nga afër E din edhe nuk më gjykojnë dhe madje thon sikur të isha si ty. Do doja të kisha fatin tënd, më thonë, kupton? Sa I merr parasysh këto para gjykime? Jam njëri që nuk e çaj shumë kokën, me thënë të drejtën. Sidomos në që të jetosh e lumtur në Shqipëri, nuk duhet të vrasësh shumë mendje se çfarë thonë njerëzit. Të krahasisur ndonjëherë të njohësh një mashkull në lounge ose klub? Never. Pse? Jo, edhe shoqeve të mia I them kur mos u njihni me një djalë që del natën. Okej, ky është paragjykim sepse unë dal vetë. Është I çik kështu. Sikur po gjykoj veten në këtë rast. Po nuk kam pas besim tek meshkujt që dalin, mendoj që një mashkull I formuar në moshën time të paktën duhet të ketë një punë në orën në ato orë të vona të natës ose duhet të jetë me partneren, mendoj, ose me familje, po jo vetëm me shok. Mendoj që meshkujt që dalin me shok në orë të vona të natës, thjesht nuk janë gati për të krijuar një marrëdhënie, dhe nëse një femër kërkon një marrëdhënie stabil tek ai mashkull, do vuaj, mendoj unë. Nuk është mashkulli ideal. Kështu që goca, kujdesni. Jo partner në orë të vona të natës. Kjo është çdo gjë me mosh. Unë kur vet nuk kam njohur një mashkull për sa kohë dal. Kur shoqjet e mia që më njohin e din. Flasim pak për zemrën tënde, si është momentalisht? Zemra ime është e qetë. E qetë? Po, ka... Kush ta ka dhuruar qetësinë? Që është e qetë. Ti patjetër do të nxjerrësh diçka. Pak. Shiko, është një person që më ka dhënë goxha qetësi, dhe thonë që kur manifeston një gjë, ajo vjen, dhe unë kam manifestuar shumë qetësi. Edhe realisht e kam këtu e 3 vjet, 2 vjet, më fal. 2 vjet unë jam e qetë. Jam goxha e qetë. Verior apo jugor? Si mendon ti? Verior mendoj. Verior është. Nuk po flas më shumë. Okej, tash mami do më pyesë kush është ai? Çfarë krahina është ai? Verior. Beriosh I madh? E di, prandaj po e loj kështu. Mos ndoshta e ke Libran? Jo, nuk është Libran. Shkodran? Jo. Kukjan? Jo. Kuksian? Jo. Mirditor? Sa ko e bukur sot. Mirditor, a? Kush janë çunat më të mirë nga Veriu? Nuk kam njohur shumë. Domethënë, nëse unë kam pas lidhje, kanë qenë goxha shumë të gjata dhe nuk kam pasur shumë kohë të njoh dikë tjetër. Po, thjesht ç'a dëgjoj nga shoqjet e mia. Shiko, Pyllpadera nuk ka, thonë. Kështu që nuk mund të specifikoj meshkujt e Veriut, këto janë të këqij dhe këto janë të mirë apo dhe të jugut. Me çfarë moshe, sa diferencë do të kesh me mashkullin? Nuk mendoj që duhet një diferencë moshe në numër. Sa e ke ti? Nuk ka shumë diferencë moshe. Po, mendoj që duhet aty afër. Jo shumë mosh, shiko, nuk duhet që t'jetë më I vogël se unë. Jo sepse ka një problem mosha diçka, po mendoj që sot meshkujt duan që ta shijojnë shumë jetën edhe kanë filluar dhe kur janë në 30 atë thonë akoma dua të shijoj jetën, nuk jam gati për një lidhje stabil, kjo më tremb. Po ti e ke gjetë, çfarë të tremb tani? Për shoqjet e mia, jo për mua. Më tremb se kam një motër të vogël. Okej? Mendoj edhe për motrën time. Kam shoqen që e kam tek shtëpia, kam shoqe të tjera që janë beqare. Jo, për veten time u thash, unë zemra ime është e qetë. Për momentin. Sa do doja ta kisha dhënë zemrën e qetë? Manifestoje. Si ta manifestoj? Thjesht thuaj, unë e kam zemrën e qetë, unë jam shumë e qetë dhe do kem një partner që do ma lumturoj zemrën time dhe
këto më ndaloj për gjëra që unë dua. Jam kurioze tani. Ti the që unë nuk kam njoft kur në lounge apo klabe partnerin. Ku e njofte ti partnerin? Nga shoqëria. Shoqëria e përbashkët. Po. E prisje? Jo, nuk e kam pritur. Thjesht para se ta njihja kam bërë thjesht lutje Zotit që mos më lër më vetëm, se tash kisha goxha kohë. Dhe okej, tha. Çfarë është gjëja që vlerëson më shumë tek ai mashkull? Gjëja që besoj më shumë tek vlerësoj. E ka zemrën shumë të mirë. Që do të thotë, jo në aspekt se direkt do thonë fillojnë komentet e që ka bujar ky kush e di jep kësaj ku ti unë se çfarë mendojnë këta ama se janë bërë negativ. Ka zemrën e mirë që do të thotë ai bën shumë për familjen. Nuk pi alkool, nuk pi drog, nuk është nevrik. Ku ti ka dhe një zgjuarsi që më frikson ndonjëherë, domethënë nuk bëhet xheloz kot. Më lë të lirë të jetoj dhe jetën time, kap shumë besim tek mua. Këto gjëra. Sa vështirë është sot të kesh në krah një mashkull që ka besim tek ti? Shumë. Shumë e vështirë. Për shkak se është rrit shumë materializmi, mendoj. Për shkak se rrjetet sociale e kanë bërë shumë të lehtë që një çift të shkëputet të ndahet. E kanë shumë të lehtë si femrat edhe meshkujt që të gjejnë dikë tjetër për të zëvendësuar partnerin aktual që kanë pasur. Partnerin e ardhshëm. Bashkëshortin. Po, burrin tim, imagjinar. Ndoshta përfundoj me këtë, ndoshta jo, okay. Po ti mjafton të manifestosh. Unë kam manifestuar shumë. Kështu që trashëgime. Nuk jam. Ke qenë tani të vërtetën. Po, më thuaj. Pa filtra ama. E ke parë pak nga makina, nga ekonomia. Se tani asnjë femër nuk e do një mashkull që nuk ka të ardhura dhe nuk e çan dot rrugën. Po sikur them që ai nuk ka makinë. Po ti gënjen. Jo, s'po gënjej. Po gënjen? Jo, po tash ti nuk e di rrethanat, po ai nuk ka makinë. Nuk po them që s'ka të mira materiale, po nuk ka makinë. Ka avion në base? Jo, nuk ka as avion. Motor? Ja, as biçikletë. Monopat? Jo, nuk e kam parë fare nga makina. Kështu që kjo përjashtohet total pjesa që unë e kam parë për gjë materiale. Ti je një vajzë fantastike. Faleminderit. Nuk të njoh. Por që po më pëlqen dhe për të gjithë ato që nuk të njohin, më vjen shumë keq që shumë vajza paragjykohen vetëm nga. Nuk ka problem. Për të paktën për ato njerëz që i kanë pranë dhe më njohin dhe më duan fort, më mjafton që. Kush është personi i parë që ka besuar tek ti dhe të mbështet? Mami. E ke shoqe mamin? E kam pas shoqe dhe e kam shoqe akoma. Ose e ka qenë motra dhe sigurisht shoqet. Po mami e para ka pas pak frik për se unë prekem shumë shpejt dhe i përjetoj gjërat, po jam emocionale. Po romantike? Më vë në siklet romanticiteti. Ti çfarë bësh? Më vë goxha në siklet. Unë dua të di për zhgënjimet e tua në jetë. I vjet marrim nesër. Një zhgënjim dhe një këshill për të gjithë vajzat që janë ndjerë të zhgënjyera në një rrethana që mund të kenë pasur. Atëherë, por që mund ta flasësh për një zhgënjim në jetën tënde. Po, jeta ime ka qenë një makabër deri në moshën 23 vjeçë. Që do të thotë, unë kam punuar fort dhe nuk merja asgjë nga punët që bëja. Kam kërkuar njëri të zemrës që t'isha e qetë dhe nuk e kam gjetur në para 23 vitesh. Moshës, po. Dhe do t'i thoja gocave që edhe punojnë fort edhe nuk po marrin atë që meritojnë, do ketë një ditë të bardhë që ato që si thon ato që do korrësh do mbjellësh, do e marrësh një ditë ato që ti meriton. Mjafton ta kesh zemrën e pastër, goca mos xhelozoni për njëra tjetrën, mos bëni keq. Dhe do të vi çdo gjë e mirë vjen. Domethënë vjen mjafton që ti ta kesh zemrën e mirë dhe ta manifestosh gjën e mirë dhe vjen. Tani
Unë kam një rubrik me pyetje të shpejta ku do zgjedhësh për 3 sekonda pa u mendu gjatë, ama. Të se kam parë unë tek jo. Me surpriza, okay. Lambo apo kamion? Mjafton të jem e lumtur. E famshme dhe single apo anonime dhe e dashuruar? Anonime dhe e dashuruar. Londra apo Tirana? Tirana. Blok apo sin? Ç'është kjo e dyta? Okay. Sin. Në klub deri në 5 të mëngjesit apo në gjumë në 10 të darkës? Oj. Një balancë mu ta kem? Ja. Jo? Ja. Gjumë deri në 10 të darkës. Okej, dashurimi shikim të parë apo dashurimi interes të përbashkët? Dashuri me shikim të parë. Përputhen apo Big Brother? Big Brother. Paraja blen lumturinë apo thjesht paguan faturat? Paraja thjesht paguan faturat. Thashë them në tavolinë apo biseda serioze? Biseda serioze. Bjond apo brun? Brun. I gjatë apo i shkurtër? I Në gjatë. mesëm. Of course. Me muskuj apo i bollshëm? Nuk i kam preferuar këto me muskuj ndonjëherë. Lorida e ekranit apo lorida e shtëpisë? Të dyja. Sorry. Lorida, unë falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Vibe. Faleminderit. Të uroj shumë sukses dhe shpresoj të shohim sa më shpejt në ekran. Kur të jem gati. Ekranit i mungon një vajzë e bukur e çiltër. Faleminderit. Si ti. Falenderoj shumë. Faleminderit juve. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.